Mjekët japin urdhër, konsumoni 2 banane në këto orare nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Me një shije të ëmbël dhe me përmasa gati të përsosura natyrale, bananet bëjnë një vak të shkëlqyer ose shtesë në një vak të shëndetshëm. Tashmë dini se bananet janë një ushqim tepër i shëndetshëm. Ato janë të mbushura me kalium, fibra, vitaminën C dhe vitaminën B6, ndër ushqyesit e tjerë. Edhe përqendrimi relativisht i lartë i sheqerit, rreth 14 gram për banane, zhbutet nga fibra, e cila zvogëlon normën me të cilën sheqeri godet në rrjedhjen tuaj të gjakut. Ushqimi i një diete të pasur me fruta dhe perime është treguar se zvogëlon në riskun e shumë komplikacioneve të dëmshme. Duke përfshirë këtu, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Luhatit e sheqerit në gjak, probleme me diabetin dhe gjithashtu rëndesën e organizmit tuaj. Konsumi bananeve të freskëta në dietën tuaj në mënyrë të rregullt mund të jetë një mburojë e çmuar e organizmit tuaj në mënyrë që t'i jepni atij edhe vlerat e duhura për të qenë më i shëndetshëm dhe më i mbrojtur. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e 2 bananeve, sidomos pas vaktit të mëngjesit. Kështu do të merrni përfitimet e tyre unike në mbrojtjen e organizmit dhe në lehtësimin e shqetësimeve të tij. Por kur bëhet fjala për bananet, a i dini të gjitha vlerat e tyre? Dëgjoni dhe zbuloni se çfarë i ndodh organizmit tuaj nëse konsumoni të paktën 2 banane në ditë. Të dhënat kryesore që do të merrni në këtë video vijnë sipas ekspertëve të Healthline, të cilët tregojnë përfitimet kryesore që do t'i ofrojnë shëndetit tuaj konsumi 2 bananeve në mënyrë të rregullt. 2 banane në ditë rrisin nivelin tuaj të përditshëm të kaliumit. Kaliumi do të luajë një rol pozitiv relativ në trupin tuaj. Përdoret nga çdo qelizë juaja kur keni nevojë për të gjeneruar edhe ngarkesat të nevojshme të procesit të jetës. Kaliumi gjithashtu është i rëndësishëm në procesin e rregullimit të presionit të gjakut, duke përmirësuar rrahjet e zemrës, duke nxitur lëshimin e insulinës. Në partneritet me natriumin, kaliumi gjithashtu punon për të kontrolluar nivelin e lëngjeve në trupin tuaj, pavarësisht të rëndësisë së saj. Shumë prej nesh nuk marrin mjaftueshëm kalium çdo ditë. Norma e rekomanduar ditore për të rriturit është nga 3500 deri në 4700 mg në ditë. Nevojat mund të jenë aktuale të përcaktuara kryesisht nga mënyra jetesës dhe faktorët e tjerë mjedisor. 2 banane në madhësi mesatare të shtuara në dietën tuaj do ju ofrojnë rreth 900 mg kalium, i cili është një fillim i fort i cili mund t'jap burime shtesë edhe për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Konsumi 2 bananeve në ditë mund të ndihmojë në mbajtjen e një presioni më të shëndetshëm të gjakut. Është një ekuilibër i natriumit dhe i kaliumit, të cilat veshkat tuaja e përdorin për të kontrolluar kështu presionin e gjakut dhe duke rregulluar nivelin e lëngut të ruajtur në trupin tuaj. Si përgjigje ndaj kërkesave të jashtme dhe të brendshme, fatkeqësisht shumë prej nesh marrin shumë natrium në dietën tonë dhe kjo jo mjaftueshëm kalon. Kjo mund të sjellë presion të gjakut deri në nivele jo të shëndetshme. Nëse angazhoheni të hani 2 banane në ditë, risku për hipertension do të ulet të ndjeshëm. 2 banane në ditë evitojnë komplikacionet e shëndetit nga radikalet e lira. Fruta dhe perimet janë të shkëlqyera për të ulur riskun kundër komplikacioneve të ndryshme, sepse ato ofrojnë vitamina dhe minerale të cilat evitojnë edhe shtesat e kripës, sheqerit të konservuar e të tjera. Bananet kanë përfitime të shtuara të vitaminës C dhe antioksidantëve të fuqishëm. Antioksidantët janë në gjendje të lidhen me neutralizimin e radikaleve të lira, që shkaktojnë kështu edhe probleme të shëndetit. Përmbajtja e lartë e fibrave te bananet është e njohur se zvogëlon riskun e problemeve kolorektale në mënyrë specifike. 2 banane në ditë përmirësojnë shëndetin tuaj të zemrës. Bananet përmbajnë shumë gjëra të cilat janë veçanërisht të mira për shëndetin e zemrës. Për fillestarët, studimet e kaluara kanë treguar se njerëzit të cilët marrin të paktën 4069 mg kalium çdo ditë kanë një risk 49% më të ulët humbjes së jetës nga sëmundjet ishemike të zemrës sesa ata që marrin më pak se 1000 mg në ditë. Përtej këtyre përfitimeve befasuese, lëndë të tjera të bananes mund të përfitojë edhe shëndeti i zemrës.
Fibrat, vitamina C, vitamina B6 formojnë një treshe të fuqishme edhe në funksionin më të mirë për të mbrojtur shëndetin e fortë të zemrës. 2 banane nuk rekomandohet për njerëzit të cilët marrin medikamente të caktuara. Nëse nuk keni asnjë problem, rekomandohet 2 banane për shumicën e njerëzve, sidoqoftë për ata që marrin ilaçe për sëmundje të zemrës, duhet të kenë kujdes me çdo ushqim që përmban nivele të larta të kaliumit. Ilaçet rrisin nivelin e kaliumit që mund të vendosin në nivele të dëmshme në kombinim me bananet. Bananet konsiderohen gjithashtu si një ushqim mesatar glicemik për shkak të përmbajtjes së tyre të sheqerit, kështu që diabetikët mund të dëshirojnë të kufizojnë edhe marrjen e tyre në mënyrë të rregullt. Bananet përmbajnë vlera të larta në dobi të organizmit tuaj. Për sa kohë konsumohen pa e tepruar dhe brenda mundësisë së duhur, atëherë përfitimet e tyre në shëndetin tuaj do të jenë vërtet të larmishme. Bananet do të përmirësojnë sistemin tuaj tretës. Çdo banane përmban rreth 3 gram fibër. Fibrat e bananet mund të ndihmojnë për të parandaluar kapsllëkun, fryrje dhe simptoma të tjera të padëshiruara të tretjes. Fibrat e bananet ndihmon në rivendosjen e mirëmbajtjes së funksioneve të rregullta të zorëve, sepse lidhet me mbeturinat dhe toksinat brenda traktit tretës, duke ndihmuar në nxjerrjen e tyre nëpërmjet trupit. Sipas një rishikimi të kryer nga Departamenti i Mjekësisë së Brendshme dhe Programi i Shkencave Ushqyese në Universitetin e Kentakit, fibra krenohet me një listë të gjatë të përfitimeve të tjera të tretjes. Në fakt, mund të jetë gjithashtu e dobishme edhe në trajtimin e problemeve të refluksit gastroezofageal, ulçrat e zorëve, kapsllëku dhe hemoroidet. Bananet do të rrisin disponimin. Bananet përmbajnë një aminoacid të quajtur triptofan. Triptofani përdoret për të prodhuar serotonin, një nga hormonet e lumturisë, të cilat quhen hormonet e lumtura kryesore. Nivelet e shëndetshme të punës së serotoninës për të ngritur gjendjen shpirtërore dhe për të parandaluar çrregullimet e humorit, si ankthi dhe depresioni. Vetitë ushqyese të bananes gjithashtu përfshin antioksidantë, të cilët ndihmojnë në lirimin e dopaminës brenda në tru, një hormon që përmirëson disponimin. Konsumi i rregullt i bananeve mund të rrisë energjinë tuaj, të parandalojë lodhjen dhe të mbajë nivelet e shëndetshme të këtyre neurotransmetuesve të rëndësishëm për të rritur disponimin. Bananet ndihmojnë gjithashtu edhe në funksionet e shëndetit të veshkave. Bananet janë të pasura me kalium, një mikronutrient që luan një rol të përqendruar pothuajse në çdo aspekt të shëndetit, veçanërisht kur bëhet fjala për funksionin e veshkave. Disa studime sugjerojnë se ngrënia me shumë banane mund të ndihmojë në ruajtjen e funksionit të veshkave dhe madje mund të jetë një mbrojtës kundër komplikacioneve të tyre. Vini re se shumë njerëz kanë probleme të veshkave dhe rekomandohet të reduktojnë marrjen e kaliumit dhe të kufizojnë konsumin e frutave, por bananet të konsumuar brenda normës mund të jenë një ndihmë e mirë. Bananet mbështesin shëndetin e zemrës. Bananet janë të pasura me lëndë ushqyese të rëndësishme, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe në mbajtjen e zemrës më të shëndetshme, duke përfshirë kaliumin dhe magnezin. Kalium në veçanti ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut për të parandaluar tendosjet dhe muskujt e rënduar. Konsumi i lartë i kaliumit jo vetëm që lidhet me zvogëlimin e riskut të goditjeve në zemër, por gjithashtu mund të zvogëlojë riskun e sëmundjeve koronare të zemrës dhe sulmit në zemër. Bananet gjithashtu përmbajnë doza të larta të magnezit dhe konsumi i tyre në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë shumë e mirë sipas nevojës që ju mund të keni më shumë. Bananet kanë përmbajtje të larta të kaliumit, përmirësojnë tretjen dhe ofrojnë edhe nivele mjaft të mira të vitaminës C. Gjithashtu bananet janë të mira për tretjen. Megjithse kanë sheqer, bananet kanë një indeks glicemik të ulët prej 51. Fibrat e bananes, të cilat ndihmojnë në tretje, janë arsyeja për këtë. Bananet përmbajnë një lloj fibre të quajtur pektin, e cila ndihmon në kontrollin e shpejtësisë së tretjes dhe të karbohidrateve. Bananet mund të jenë të mira për stomakun tuaj. Ato përmbajnë probiotik, bakterie të mira që gjenden në zorrën tuaj dhe karbohidrate që ushqejnë gjithashtu bakteriet e mira. Konsumi i këtij fruti nuk duhet të bëhet me stomakun bosh, as me teprit. Vetëm në këtë mënyrë do të merrni përfitimet e tyre. Pas vaktit të mëngjesit është një zgjidhje më e mirë për të shtuar në dietën tuaj, citojnë ekspertët. Vëmendje, jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.